Përshëndetje shqiptarë dhe shqiptare në Shqipëri, në Amerikë dhe në çdo vend botës që jemi, në bashkëpunimin ton me True Podcast Media dhe ACTV në Michigan. Shpend, si je? S'kemi, si ja kalon. Si të shkoj java sot. Përshëndesim gjithë vëllezërit dhe motrat tanë të diasporës që na ndjekën, nuk lën asnjë të premte pa na ndjekur. Dhe ju falenderoj për të gjithë mbështetjen që më jepin projektin tim dhe tonin së bashku në një bashkëpunim midis dy mediave totalisht pavarura, pa një linjë editoriale. Dhe ja ku jemi, presim që juve të shtoheni dhe të shpërndani sa më shumë. Na shpërndani si True Podcastin, si Albanian Community Television. E keni edhe në YouTube, edhe në Facebook, edhe në Instagram, kudo, ACTV është më e thjeshta, dhe TRU, True Podcast. Këtë javë, ne do vazhdojmë të mbetemi fansa të luftës, sepse nuk mund të flasim dot për kopë paqe, kur gjithë bota po digjet dhe nafta ka shkuar në të tatë pjetën, ka vajtur $4 galloni në Amerikë, në bazë të informacioneve që unë kam, me miqtë e mi, dhe ka vajtur pothuajse 200 lekë të reja litri këtu. Është të mërshme, se çfarë po ndodh, do rritet çdo lloj gjëje. Ka për të rritur çdo lloj gjëje, në qoftë se kjo luftë e pakuptimt nuk merr fund. Tema që neve kemi sot është Netanyahu versus Khamenei. Mojtaba Khamenei. Pse them Mojtaba Khamenei? Sepse është djali i Ali Khameneit, i cili është zgjedhur nga bordi i revolucionarëve islamik për të qenë pasuesi i regjimit, por deri më tash nuk kemi parë as edhe një lloj dalje të tij publike. Dhe aq më tepër kemi informacione nga fronti i perëndimit që thuhet se është vrarë gjatë një cikli bombardimesh të tjera ndaj emisarëve të lartë të gardës revolucionare. Por nga ana tjetër kanë filluar dhe thashë themnajat mbi vrasjen e Netanyahut, apo largimin e tij nga Izraeli, apo edhe qëndrimin në koma pasi janë dëmtuar gjymtyrët. Pse do flasim neve për këtë dhe pse juve mendoni se për çfarë duhet merremi mbi politikën, gjeopolitikën e tjerë. Obernotsführerion Edi Rama, ai që juve e keni votuar, por që do ju marri të gjithë shqiptarëve, jo juve të Amerikës, po të gjithë shqiptarëve të Europës, do ju marri dhe llogaritë bankare, sa lek fitoni, sa lek nuk fitoni, se ka bërë ca nënshkrime ky Führeri, Obernotsführerion. Do ju futet edhe te xhepi tani, se i ka mbaruar vjedhja e shtetit, s'ka ça vjedh më. Ka bërë një rezolut, ka krijuar një rezolut dhe do firmosi, do patentoj një rezolut në Parlamentin e Shqipërisë. Parlamenti i Shqipërisë, jo më larg se para 2 ditë më parë, ka votuar në masën 82 vota për mosheqjen e imunitetit Ballugut. Pra, praktikisht, teorikisht, ezoterikisht, logjikisht, e çfarë ishti të tjerë të doni juve, ai parlament është bërë, nuk ekziston më, sepse 83 apo 86 mandate, idiot funksional të dobishëm, janë duke ngritur kartonin jeshil për një idiot funksional të padobishëm për Shqipërinë, siç është kryeministri i vendit ton, fatkeqi Obernotsführer Rama, se unë e quaj Noc Rama këtë tipin. Dhe ka thënë sot një gjë të bukur. Neve do votojmë rezolutën për të shpallur terrorist, gardën revolucionare dhe regjimin e ajatollave, jo regjimin islamik të Iranit, sepse sipas këtij që e ka gjyshen dhe mamin e tezes veneciane, ky e njeh shumë mirë islamin, ky nuk preket me islamin, nuk e përçudnon islamin ky zotëria, prandaj quhen regjimi i ajatollave. Tani një pyetje kam unë për juve dhe për Tedin. Dini gjëve është nënshkruar rezoluta për genocidin serb në parlamentin ton? Jo, nuk Atëherë, nuk dim gjë të jetë nënshkruar. jo, s'nuk. S'ke se si ta dish vlla, sepse nuk është bërë, a kupton? Dhe neve nuk kemi
bërë një rezolut për të njohur genocidin serb, po bërën kërkishim, një rezolut për Iranin. E di si i thonë kësaj o Ted? Kësaj i thonë, hajde na godito Iran, që të ankojmë të ndërkombëtarët, që jemi një shtet i sulmuar nga regjimi, që të shtym mandatet neve. Se unë kështu e lexoj. Kishte dali madhi Taulant Balla, ai që i thoshte Albana Vokshit, për ty kam numrin 0900 në parlament. Nuk e di e ke para apo jo. Ja kam parë. Keni përshtypje mbi këtë që ka thënë Obernost Führeri apo? Edhe ti je dakord me krijimin e një rezolute anti-Iran? Besoj se nuk është në dorën e tij. Që nga zjarë shkëmbimi i parë i Iranit me Izraelin, Shqipëria doli me një deklarat kundër Iranit. Ishim një nga vendet e vetme në Europë. Ishte Amerika, që s'është në Europë, dhe ishin edhe pak vende dhe një prej tyre ishim ne. Si Shqipëri mes betejave të elefantëve ishim dhe ne diku aty rrotull. Nuk dukeshim se ishim të vegjël, po ishim diku rrotull. Edhe dole me një ultimatum kundër Iranit. Tani është përkeqësuar lufta, sigurisht është futur faktori amerikan, lufta ka prekur krejt botën, edhe Shqipëria del sërisht me këto lloj bindjesh, me këto lloj qëndrimesh, e si mund të them. Por që nga hera parë, duke marrë si precedent ose si shembull ultimatumin e parë të Shqipërisë, ai nuk ishte vendim i marrë nga brenda Shqipërisë. Pa nuk doli, sepse te hera parë doli presidenca, për ta qartësuar një herë. Nuk doli Rama, doli presidenti. Dhe ai vendim unë kam të pamundur ta besoj, unë nuk mund ta vërtetoj dot. Asnjë nga ne nuk mund ta vërtetoj dot, domethënë, por e kam pamundur ta besoj që Shqipëria e merr vet. Shqipëria thjesht zbaton urdhrin amerikan, i bie telefoni, i përgjigjet telefonit, i jep diçka, merr diçka dhe thjesht po zbaton rregullat e lojës. Zbaton rregullat e lojës. Tani gjatë kohës së zbatimit të rregullave të lojës, sigurisht qeveria mendon dhe benefitet e saj, shpërqendrimin nga situata për shembull, edhe gjëra të tilla të ngjashme. Pra, unë nuk I mohoj këto. Patjetër që po. Pra ma e kam të vështirë të besoj që Shqipëria I merr këto vendime vet. Vendet e vogla si Shqipëria janë të varura nga vendet e mëdha. Në rastin ton, Amerika për këtë punë. Kështu që nuk besoj se është në dorën tonë shumë, po në dorën tonë është që këtë urdhër të dhënë që do zbatohet, Rama do e përdori aq sa mundet në interesin e vet dhe ne do përpiqemi sa më shumë ta përdorim jo në interesin e Ramës, që është në të keqen tonë. Pra ne luajmë brenda urdhrit të Amerikës, që është si për të gjithëve ne. Por nuk e besoj që Rama ta ketë fregjin e vet, E shikon këtë? E shikoj. E shikon? E ke vërë edhe ti që të dora e djathtë e ti e krau majt në duart nuk ja shoh. E shikoj nga një pjesë të trupit e lartë. Ja po se nuk e ka prerë mirë bulthi. Nuk e ka prerë mirë bulthi, po kjo është I video. Është I video që ky flet dhe ka diçka të bukur. Në një moment I dalin 6 gishta, kape pak. E pash. I dalin 6 gishta vlla. Tani ka shtrima këta sa. Cila deklaratë është? Për çfarë deklarate po flasim? Që ta kenë qartë edhe ata që na ndjekin. Deklarata që do vazhdojnë sulmet ndaj Iranit derisa të bëhet ndërtimi I tempullit të tretë të Solomonit. A kupton? Sepse zionistët kanë dalë me idenë e krijimit të Izraelit madh dhe tempullit të tretë të Solomonit që ka të bëjë me prishjen e xhamisë Al-Aqsa. Më kupton? Po. Dhe të shohet se ky zotëria ose është vrar, ose është në Gjermani është fshehur, ose është në koma, ja kanë prerë këmbët nga bombardimet. Është në gjendje shumë të rëndë. Ndërkohë që është vrarë dhe kreu e agjenturës Mossadit. Po, dhe tani kemi edhe këtë videon që na del që është jo reale. Po pra, po njerëzit sot ishin çuditur. Se thoshin si ka mundësi dora këtij I bëhet me 6 gishta. Pra, është përdorimi I hologramit. Po. Dikush do që të fshej vdekjen e Netanyahu ose
për arsye të vazhdimit të propagandës. Ose ka vetëm një gjë që është super e sigurt. U kanë dalë kundër edhe hebrejt, judejt e mirë, se nuk janë të këqinj. Siç ka musliman të mirë dhe të këqinj, siç ka katolik të mirë dhe të këqinj, ka edhe hebrejt të mirë edhe të këqinj. si çdo popull. Racë, çdo fe, çdo popull ka të mirat dhe të këqijt e vet. Tani ideja është këtyre nuk u intereson që të dali nga Izraeli lajme, por nuk i intereson as jeta e izraelitëve. Pra le të vdesin në izraelitët për këta, mjafton që këtyre mos të dali që po dëmtohen, sepse ushtria këtyre ka dalë totalisht në jashtë parashikimeve. Aerdoni tyre ka dështuar, ushtria është totalisht e paralizuar, është totalisht deficiente. Ushtri që vrasin fëmijë, gra dhe përdhunojnë, nuk është se janë për ushtri konvencionale. Nuk përballen dot me burra. Ndërkohë Trump ka ana tjetër kishte thënë që do futemi ushtarakisht në Iran. Ty të duket e mundur kjo? Hyrja me trupa ushtarake në Iran dhe çfarë do sillte për Amerikën? Shiko, tani të merrem pak me atë interesin amerikan dhe me atë, pra kjo kapja e Iranit, që themi ne, që thash dhe unë herën e kaluar, ky koncept i kapjes së Iranit, flasim kapja e Iranit, flasim zotimi i ngushticës. Nuk flasim kapja e Iranit, pushtim 100% i Iranit, shteti 51 i Amerikës, të jemi realistë. Flasim për këtë ngushticë dhe edhe këto trupa amerikanë që pretendohen që mund të hykan, nuk e dim çfarë do të ndodhë, po që pretendohen që mund të ndodhë kjo gjë, do të jetë vetëm për të ndryshuar terrenin e negociatës për këtë ngushticë. Në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të arrijë një negociat për një ngushticë që është përgjithëse është zonë ku kalon rreth 20% e burimeve dhe sigurisht Amerika do forcojë dollarin dhe bën dhe këtë presion. Unë deri tani këtë e quaj presion. Nuk e shoh shumë të afërt që Amerika të futet me trupa në Iran. Por edhe po ndodhet diçka, nuk është për pushtimin ose për kapjen e Iranit, është gjithmonë për kapjen e ngushticës. Nuk besoj që shpresohet më gjatë. Shpresohet më shumë. Mund t'ia dalit dot? Për shkaktuar presion, po. Sepse Irani ka kërkuar negociata, me që deklaroi Trump. Jemi akoma tek deklaratat e Trump. Irani ka kërkuar negociata, po fakti që ka kërkuar negociata nuk do të thotë që do lëshoj vetëm Irani, do lëshoj dhe Amerika. Po, dhe Amerika në deklaratën... Nëse neve futemi negociata të dy vlla, që t'ja shpjegojmë publiku se ç'është negociata. Qofse neve futemi negociata, neve maksimumin do ta heqim. A kupton? Hiqet maksimumi nga kërkesa. Po, do gjehet një pikë që është në mes, po mund ta ndajë nga njëra krah. Do lëshojnë të dyja. Por, do lëshojnë të dyja. E refuzoi kërkesën për negociata. Është hallise. Edhe refuzoi dhe tha është tepër vonë për negociata. Pra Amerika refuzoi dhe sigurisht do ta japi Amerika këtë kërkesë. Next. Do ta japi Amerika këtë kërkesë dhe do japi ajo ofertën e parë. Amerika do t'japi ofertën e parë në këtë rast. Nuk përse unë shpresoj që Trump thot nuk do negociojmë, do hyjmë dhe do kapim Iranin 100%, pra siç thash në fillim. Amerika do japi ofertën e parë. Nuk i pëlqen ky terren për të negociuar, sepse atë pikën në mes e parashikon që nuk do jetë në rezultatin shumë preferuar të Shteteve të Bashkuara dhe do të bëj këtë presion me anë të trupave që mbase nuk i fut fare, mbase është vetëm presion me fjalë. Nuk e dim, nuk ka ndodhur ende. Por ajo që dim është që duke Irani është udhëzuar nga vendet e BRICS-it që të kryej këto sulme të cilat justifikohen duke thënë që po sulmojmë Amerikën tek vendet e rajonit dhe nuk ose nuk po sulmojmë bazat amerikane, po i sulmojnë bazat amerikane, po qëllimi nuk është sulmi bazave amerikane, qëllimi është pikërisht vendi ku ndodhen këto baza amerikane për të ndaluar shitjen e naftës nga ky rajon. Dhe kjo shitje e naftës nga ky rajon në këto vende partnere me Amerikën, të cilat shisnin naftë në sistemin bankar të SWIFT-it, i cili ishte në leverdit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është ndaluar, duke shkaktuar kështu inflacion në Amerikë. Amerika do të printojë më shumë para në kohët në vijim, kjo do të mund sjellë dhe do të sjellë inflacion edhe më të shtuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e saj aleate. Dhe për këtë arsye Irani është në
po vepron në leverti të BRICS-it me këto sulme që po bën. Jo se janë bazat amerikane aty, bazat amerikane si të ishin, si mos ishin, sulmet do duheshin të bëheshin në atë rajon. Se mund të i bënte sulmet edhe në baza në vende të tjera. Duhet pikërisht në atë rajon që ndodhi kjo gjë. Tani, nëse kjo shitje e naftës ndalohet, për arsye se kapaciteti i magazinimit ka rritur maksimumin në këto vende dhe këto vende nuk po eksportojnë dot më. Duke mos eksportuar këto vende nuk eksportojnë dot as në Taiwan, i cili e merrte naftën dhe gazën 80% nga ky rajon. Rreth 80%, plus minus janë gjithë shifrat. Taiwani është numri 1 për çipat. Për krahun perëndimor flas. Numri 1 për çipat, qoftë për këto frigorifera, gjëra shtëpiake, po dhe çipat për ushtrin, pra për mjete ushtarake. Çipa ushtarak. Pra të çdo lloj niveli të çipave dhe duke ja ndaluar Taiwanit naftën edhe gazit nga këto vende, sigurisht Taiwani në radhën e parë do të rrisi shumë çmimet, por në bazë të deklaratës së Taiwanit vet, tha që kishin diku te 11 ditë më shumë furnizime. Sigurisht, këto nuk janë asnjëherë të vërteta. Kur thua që ke 11, ke një muaj. E marr vesh. Po herët avon do të mbaroj dhe kjo gjë mund të çojë jo në rritje të çmimesh, po në pengesë të shitjes së çipave në mënyrë totale. Dhe kështu çdo kapacitet që do të ketë krau perëndimor do të jetë gjithmonë në zbritje, sa më shumë që lufta vazhdon. Pra me fjalë tjera, lufta duhet mbyllet sa më shpejt për krahun perëndimor, sepse është po bëhet shumë e dëmshme. Po si ka mundsi kishte dal një lajm në Amerikë që Baron Trump kishte bler $30 milion rezerva nafte 2 ditë para se fillonin sulmet. Është në thelb në interesin e këtyre që kanë nisur luftën me mbyt luftën, sepse ne e dim shumë mirë, lufta varfëron të varfrit, pasuron të pasurit. Mund ta bëj një lidhje të kjo pasuron të pasurit. Po. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ulën barierat për 30 ditë me Rusin, sepse tha na duhet naftë për të stabilizuar tregun. Nuk u prit mirë nga disa vende të Europës, nuk u prit mirë nga Ukraina, patjetër. Po unë shoh një marrëveshje këtu, shoh një marrëveshje e cila është e tillë që i thot Amerika Rusisë, tani unë aludoj. Unë nuk e di. Unë aludoj se Amerika i thot Rusisë. Shikoj, thot, do bësh aparati short term janë. Ato aparat është e vërtet, sepse pastaj do rikthehet gjendja në normalitet, por ajo çka është short term për Rusinë sot është esenciale. Për arsye se Rusia është tashmë në një luftë dhe i intereson ky boom short termi, që unë nuk besoj se do mbetet me 30 ditëshin. Nuk do mjaftoj 30 ditëshin nëse vazhdojmë me këto ritme të paktën. Jo se e them unë, po nuk bën sens ekonomik të mjaftoj 30 ditëshin nëse vazhdojmë me këto ritme të cilat janë progresive për humbjet nga gjitha palët. Kështu që për këtë arsye i thot Rusisë, do bësh sa para që i ke esenciale, do bëj thot ai, po çfarë do nga unë? Ti i thot Rusisë, mos e ndihmo atë Iranin. Ndihmo, kështu pak, po mos e ndihmo dhe na lejo ta bëjmë këtë marrëveshje. Dhe pastaj sigurisht tortën prapë bashkë do ndajmë. Tani këto marrëveshje mes Amerikës dhe Rusisë unë i shoh shumë të mundshme, se Amerika dhe Rusia sa herë që kanë qenë rastet për këto tortat kaq të rëndësishme, kanë bashkëpunuar. Ti nuk mund të vendosësh dot kushte, nuk i vendos dot kushte Rusisë në këto momente të ndihmojë apo jo Iranin, kur në thelb je ti që i përgjurohesh Rusisë, në thelb je ti që ke lëpir aty ku ke përshtyr, se ka iniciuar Amerika bashkë me Bashkimin Evropian sanksione ndaj Europës. Dhe tani ti ule sanksionet. Dhe po i kërkon naftë dhe gaz natyror. Po. E vetmja gjë që mund të bëjë Rusia për ty është ta japi. As edhe një lloj gjëje tjetër. Këta pa dashje, elita perëndimore amerikane dhe europiane është aq deficiente sa e ka fuqizuar pa dashje Rusin. Sot Rusia është shteti që po përfiton më shumë nga kjo luftë. Prandaj them, por kjo që thua ti është e saktë, po mos harroj që Rusia ka dhe një luftë në Ukrainë. Pra, e di unë që gjëja më shumë që mund bëj Rusia është të ta japi. Po dhe Rusia po vdes të ta japi nga krau tjetër, se ka luftën në Ukrainë, që është shpenzim tepër i lartë për rusët dhe për më tepër edhe në habiti, sepse është ajo luftë, tani edhe pak jashtë teme, po shkurt, është ajo luftë e cila kur nisi detyroi Rusinë të shkarkonte generalet që kishte. Se generalet që kishte nga 100 vjeç, jo 100 vjeç vërtet,
po shumë të mëdhenj, i dolën jo efektiv. Pra doli zbuluar një pjesë e forcës ruse në atë luftë. Dhe është një luftë e cila vazhdon, ka viktima Europa nga reagimi që bëri kundër vendimit të Trumpit për lëshimin 30 ditor për të ulur sanksionet kundrejt Rusisë, pra i reagim që Europa u çua kundër, tregoi edhe një herë që Europa qëndron fort me Ukrainën, gjë e cila i kushton Rusisë, pra disa vende të Europës që qëndrojnë fort në krahun Ukrainës, kjo i bën Rusinë që do ta japë atë naftën. Është vështirësi. Do të shpeni që është pedagogi gjeopolitikës vëlla. Fakti që Europa mbështet Ukrainën është në të zezë të Europës, jo të Rusisë. E pe atë europarlamentaren që ironizonte von der Leyenin? Po. Atë kukullën zionisten në parlamentin e Komisionin e Europës? Po. Që tha Europa ka vlera talmudike? Kjo, po. ignorantja, idiotja, që s'ja ka haberin se qa është Talmudi, qa është Biblia, qa është Torau, qa është Enoku, The Book of Enoch, e tjerë. I tha faleminderit që na erdhe këtu, shqyqyr që po të shofim, se von der Leyen si Edi Rama një herën ka shko vetë në parlament, dhe i thot, zonj, kërkoj falje Rusis që të na hapi gazin natyror se po vdesim. Po vdes Europa. Ka që thjesht është. është simple as fuck. A kupton? Është shumë e thjesht vlla. I vetmi dëmtuar në këtë lloj lufte është Bashkimi Evropian, sepse Bashkimi Evropian ka disa deficient në krye të shtetit, në krye të konfederatës, që marrin vendime pa lidhje kundër interesit tyre. Okej, kjo është në llogaritë e Europës, por nga krau tjetër i prish punë në llogarive të Rusisë. Europës i prish punë më shumë. Okej, dakord, janë llogaritë e saj. Rusia do ta japi këtë gaz edhe këtë naftë. Dhe unë prandaj them që mund të ketë ndodhur një marrëveshje, por nuk ishim nuk ishim te kjo pjesë, ishim te sa mundësi ka që Amerika të hyjë me këto trupa. Tani mendimi im ishte ky domethënë që unë deri sot e quaj një tentativë presioni e cila është deri te fjala, deri te diplomacia. Për më tej nuk e di, po bazat për çdo shpenzim amerikan, për baza amerikane që janë mbi 750 më duket në gjithë vendin, në gjithë botën, jo në gjithë vendin, nëpër botë, është sepse këto baza janë të lidhura me atë global supply chain, si ta them shqip, për logjistikën globale. Për gjithë këto ngushticat, për gjithë këto zonat dhe sigurisht edhe në këtë rast, gjithë ato baza amerikane që po sulmohen në atë rajon janë një nga objektivat më parimor, sepse ka disa objektiva, janë këto të supply chainit, janë jo ta mbajmë në kontroll paramet bërthamore, jo të heqim regjimin, po janë shumë justifikime, shumë gjëra, po në krye të radhës janë është logjistika. Dhe është ngushtica logjike. Atëherë, pse është i rrezikshëm Irani për Europën, që po prodhon bomba bërthamore, që për mendimin tim akoma nuk e ka kapacitetin për të ndërtuar koka nukleare, po pak rëndësi ka kjo. Edhe ato koka nukleare është duke i marrë nga Rusia, sepse është duke ja shitur Rusia. Kur është edhe Izraeli, që nuk është tek ajo konventa e mospërdorimit. Ke parasysh është bërë një trit. Po, e di, po. Për mospërdorimin e armëve bërthamore. Dhe Izraeli nuk është. Nuk është. Tani, mbi këtë logjik, çfarë garancie na jep neve Izraeli që ka 60 vjet, 70 vjet që bombardon shkolla, fëmijë, kopshte, xhamira, kisha, i pështyn Krishtit, i pështyn katolikëve në rrugë të gjitha me radhë. Dhe pas kemi kaq rrezik kemi net nga Irani. Jo, zero. Unë thash edhe herën e kaluar që në hyrje, domethënë, që nëse Amerika donte ta rrezonte atë regjim, gjëja parë që duhet bënte për të tentuar të merrte për krahun e popullit, se është gjithmonë imagjinat sot, nuk ndodhi kurrë, ishte që mos përfshinte Izraelin për mos humbur kredibilitet. Pra ti përfshin një partner pa kredibilitet është puna. Aq më tepër në kohën e sotme, ku është në pikën më të ulët të kredibilitetit. Në çdo vend botës madje. Jo vetëm në një rajon të saktuar, po aq më tepër në atë rajon, aq më tepër në një shtet nga Khamenei që ta nxit
urrëtitjen 7 fish më shumë se sa ç'është. Po janë shumë gjëra që e bëjnë përfshirjen e Izraelit jo efikase dhe që na detyron ne si amerikan të ndërhyjmë ushtarakisht duke shpenzuar taksat e amerikanëve këtu. Do ishim shumë më efikas ndryshe, por jo, u vu në pjatë, u vu në tavolinë interesi politik që Izraeli të ndërhynte, edhe kjo na kushton ne fondet. Këtë e thash edhe kjo është e pamohueshme, se është shumë e qartë. Është evidente më. Është evidente. Kjo është evidente. Pra, që neve si të shpene ty, që neve të mundemi të ndryshojmë botën, vlla, do duhet që të ndryshojmë njerë elitën tonë. Elita jonë na ka quar totalisht për luftra të pakuptimta. Ka një sistem taksimi alla zionist, pra ti punon si kafsh, po ty kur nuk të del puna, gjithmonë taksohesh, ka filluar Kanadaja që vendos gjoba shteti koti, Amerika po ashtu, Europa po ashtu, Shqipëria po ashtu, vendosi vetëm taksa, vlla, taks, i mbytën njerëzit me taksa, i mbytën. Njëherë ka i shkoja plasin e nëj luft, për të justifikuar shtrëngimin. Sepse thonë tash, po lufta në Iran, a kupton, është bllokuar xhiri i Ormuzit. Prandaj kemi 2000 lek litrin e naftës. Okej, shumë bukur, 2000 lek litri naftës. Hiq akcizën shtetërore ti, që e ke 1000 lek. Pse se hiq akcizën shtetërore? A jemi në krizë, duhet bëjmë sakrifica. Sakrificë të parën duhet ta bëj shteti apo jo? Absolutisht. Pse s'bëhet kjo lloj sakrifice? Edhe është edhe detyrimi me ligj për të mbajtur disa burime rezervë. Pra duhet rezistoni më gjatë pa u prekur çmimet. Që është nuk është kryer me sukses, që është neglizhencë e qëllimshme. Asnjë neglizhencë e qëllimshme nuk do të pa interes. Ora, ne të dy nuk kemi çunakër që të mendojmë se ndodhi nga hiçi diçka, se të pakën aq formim sa kemi, ja kuptojmë që rastësia nuk ekziston. Është gjithmonë shkak pasoja. Të pakën këtë rrjetin e jetës moderne që ne jetojmë. Por ka diçka tjetër. Këta të fynin inteligjencën o Tedi. Domethënë, më thuash mua dhe ty, ne do godasim Iranin se është terrorist, se mund të bëjmë armë bërthamore. Sa sulmet iraniane ka pasur në Amerikë, shoku? Kot. Jo, në Amerikë nuk ka. Pse nuk na hodhin neve bomba atomike? Shikoj, pse nuk na hodhin neve bomba atomike Nixoni, Eisenhoweri, Kennedy, Johnson, Reagani, kur Enver Hoxha, Koçi Xhoxhe dhe gjithë idiotët e tjerë funksionalit komunist thoshin Amerika po vuan për buk, do ta shkatrojmë Amerikën, do ta mbysim Amerikën, do ta vrasim Amerikën. Të njëjtë gjë bonin të Ayatollahu. Gënjente budallent që kamrena, që besojnë revolucionin. Po. Vdekje Amerikës, vdekje Shpendit, vdekje Tedit, vdekje Izraelit. Pse goja i paska sjell këto? Jo, patjetër është interesi Po kur rabinët thonë duhet vdesin 6 miliard veta? Rabinët pranë qeverisë Izraelit. Kina, Rusia, Tajlanda, Oqeania duhet vdesin se janë gojim. Ço do thotë kjo? Çka që ka ky Izraeli i madh vëlla? Po të bëhet Izraeli i madh. Ti e di që neve kemi problem Ballkan? Se hapet precedenti Greqisë madhe, Vorë e Pirit, edhe Serbi Kosovë? Se ti po krijove precedentin. Të pushtosh vende të tjera të krijosh Izraelin e madh. Kush ja hiq të drejtën Serbisë dhe Greqisë vëlla? Izraeli madh prek edhe interesat turq dhe duke prekur interesat e Turqisë, sigurisht që Turqia gjëja parë që nuk do lejoj të ndodhi është lëvizja rradha e greke, domethënë krijon një konflikt dhe një lëmsh, domethënë që është nuk duhet. Por kjo ndërhyrje do të ndodhte si me dhe si pa interesat e Izraelit. Unë thjesht gjykoj mënyrën si ka ndodhur që është formësuar në bazë të interesave të Izraelit. Pra nuk është Pse thua ti që do ndodhte patjetër? Pse do ndodhte patjetër?
Ndërhyrja do të ndodhte sepse kemi një tort të cilën siç unë thash edhe te episodi i kaluar edhe kësaj here që është ndar një ose është falur një cop që dhe Izraeli të përfshihet në këtë punë për interesat e vet politik. Fakti që është falur një cop nuk do të thotë që copa tjetër nuk ekziston. Copa tjetër është copa që nuk është falur. Është falur gjysma, po themi. Kjo gjysma tjetër e kapjes ngushticësh, gjysma tjetër e interesit amerikan për fuqizimin e dollarit, gjysma tjetër që bëri Amerikën që rastësisht para sulmit në Iran bëri lëvizje në Venezuela, në mënyrë që të përpiqeshin që të ishte sa më e përgatitur për këtë që do të ndodhte next, këtë që do të ndodhte në vijim, domethënë, flasim shqip, janë të gjitha këto që janë në interesin amerikan vetëm. Problemi është se ky interesi amerikan është bërë nga një metodik efikase, është bërë në një metodik jo efikase, që tipeshe kjo copa tjetër për Izraelin, mendoj unë, nuk e dim. Por që po ndodh në mënyrë jo efikase, ky nuk është mendimi im, ky është mendimi i shifrave. Na ka vajtur nafta tmerrsisht shtrenjtë. Dhe sigurisht inflacioni do të jetë në çdo produkt. Vlla. Jo, dhe jo vetëm ne. Shikoj, në radhë parë, ky është spekulim totalisht idiot i amerikanëve, vlla, sepse Amerika ka 98% të resurseve të naftës të paprekura. Kontrolloj ku duash shifrat. 98% e resurseve të naftës në territorin amerikan janë të paprekura. Ke marrë rezervat më të mëdha të botës për naftën bituminoze, që është Venezuela. Dhe që ta dish ti vlla, Venezuela ishte e justifikuar para popullit amerikan sepse është ekuivalent i krizës kubanet raketave. Që po na vjen Kina në kufi dhe po merr naftën. Kjo tjetra, ti shkosh Kinës në kufi dhe ti marrësh naftën për llogarit Izraelit, nuk ta beson amerikani, e zotri. Tani Amerika mund të ketë, po Amerika do vazhdoj do marri. Si do vazhdoj çdo shtet që ka mundësi të marri. Pra, do të thënë, atë kontrollin e supply chainit Amerika do ta vazhdojë dhe do ta ketë si me si pa Izraelin. Halli është jo, ne mund të themi jo në këtë mënyrë. Jo në këtë mënyrë sepse është mënyra e ndryshme, siç ishte mënyra e ndryshme në Venezuela, që nuk ishte një ndërhyrje e shtuar, një Izrael që kishte interesa gjeopolitik në atë rajon, donte këtë, donte atë, donte të futeshë, jo, ishte më e thjeshtë. Tani është më e komplikuar nga përfshirja e interesave lokale të Izraelit, mbi justifikimin që unë nuk e pranoj që duheshe si forcë, si aleat rajonal. Nuk e pranoj këtë justifikim, nuk duheshe si aleat rajonal, se është Izraeli ai vend që i duhet Amerika dhe duhet loboj në Amerikë në mënyrë që të arrijë interesat e tij, si çdo vend, si shqiptarët, si serbët, si maqedonët, si grekët, pa janë këta që lobojnë në Amerikë që të bëjnë të mundur gjërat. Jo Amerika ka nevojë për këta. Kjo është sidomos për njërin nga këta, mund të ketë nevojë për gjitha bashkë mbase po pastaj, po jo për njërin nga këta, kjo është një justifikim kot që bëhet për të mbrojtur pak edhe atë për të justifikuar atë ndërhyrjen e interesit të Izraelit. Por prap unë tashi edhe nuk mund të them çfarë do ndodhte po mos ishte Izraeli, sepse Izraeli është. Nuk mund të imagjinoj, domethënë, është kot. Ai që unë them është vetëm dëmi që po ndihet tani, sot. Për fajt të kujt do ta shohim, po dëmi që po ndihet sot për shtrimet është evident. A jemi ne vërtet në këtë gjendje është tjetër pjesë. Po ne po e paguajmë. Unë po e paguaj naftën. Domethënë, është çështja. Tajvani nuk do i shesi më ato çipat. Inflacioni do rritet. Kina ka ndaluar lëshitjen e mineraleve të rralla për kompanitë amerikane, izraelite dhe disa europiane. Pak gjë ato janë gjërat që po ndodhin vërtet. Dhe që ne do ta kemi mbi supe, që është keq. Po pra, ne kemi mbi supe, po jemi neve që legjitimojmë sovranitetin absolut të këtyre që drejtojnë vendin. Po. Patjetër. Juve jeni më të si lirë për mirë, se sa si për neve. keq. Juve jeni më të lirë se sa neve. A kupton? Po. Juve mund ta rrëzoni Trumpin. Këdo. Neve nuk e rrëzojnë dot Edi Rama, vlla. Sepse Edi Rama është bërë vetë sistemi. Më kupton shpendin? Po, do ta pranoj me ju e keni më të vështirë ta rrëzoni Edi Rama.
Po Nuk do e pranoj si absolute. Jo se po qahen. Jo, ju nuk e rrezoni dot. Do e pranoj, ju e keni më të vështirë ta rrezoni. Vlla, ne momentalisht kemi 13 vjet që luftojmë. E kuptoj. Unë dhe shumë bashkëlufttar të mi që njifem apo nuk njifem, se cilin llogoret e veta, kush ka nisur më herët, kush ka nisur më vonë, ka zë ndryshimi, si të mund ty kundërshtie. Po prap nuk jemi eficient. Pse si jemi eficient? Sepse sistemi është i kapur o vlla. Juve atje keni gjykatat. Juve keni gjykatat vlla. Gjykata atje është totalisht e pavarur. Më thënë, qofse ka ndonjë gjë që është e pavarur në Amerikë, në masën 95%, po të lë 5% absolutisht të false flagjeve e gjithë me radhë gjykata. Kurse neve këtu jemi në 5% funksionon gjykata, po funksionojnë 95% është totalisht e korruptuar vlla. Dhe ne nuk çojmë dot asnjë lloj gjë, ju keni drejtën për të bërë referendume, ne nuk bëjmë dot referendume. Është e tmerrshme. A kupton? Kështu që në qoftë se doni të ndryshoni diçka, filloni të ndryshoni një herë udhëheqjen brenda Amerikës, duke ushtruar një presion shumë të madh vlla gjithë amerikanët. Sepse që aty kanë nisur gjithë revolucionet psikologjike. Aty kanë nisur gjithë revolucionet e kohës moderne. Votimi, e drejta e votës, e drejta e njerëzve me ngjyrë, tjere, bla bla bla, kupton? Amerika sot është me kancer. Pse është me kancer? Sepse ka lobe të cilat nuk punojnë për llogaritë Amerikës. Amerikës sot në këto ditë i duhet një aleancë shumë e fuqishme me Rusinë dhe me Kinën. Të ndanin botën si perandorit mëdha me zona influencë. Duke shkëmbyer tregtim me njëra tjetrën. Fakti që Kina aty të bllokon tregtim vlla, fakti që Kina zotron bonot e thesarit të Amerikës, është i dëm shumë i madh për Amerikën vlla. Na fatgjat. Më kupton shpjanin? Absolutisht po. Dhe u bë një gabim. Shtes. Nuk e di a kam thënë këtë, pra u bë gabimi i marrëdhënies Amerikës me Kanadan. Pra u prish marrëdhënia me Kanadan, u prish diplomacia, u dëmtua nga këto jo shteti 51, jo këto gjërat e tjera dhe bëri që Kanadaja të bëjë marrëveshjen me Kinën. Pra në vend të pavarësoheshim nga Kina, e sollëm Kinën në kufi, në veri të Amerikës. Po. Gabim ekstrem strategjik i administratës aktuale. Ndërsa ju për Ramën pastaj aty zita të them. Jo, e kam thënë që s'keni është kapur gjithçka domethënë, për këtë e kam. Pash një video që po rendiste gjykatat, edhe vazhdonte gjykata apelit, gjykata e lartë, e kushtetuese, edhe pastaj thoshte grupi parlamentar i Partisë Socialiste mbi çdo gjykatë. Kjo është hierarkia e gjykatave. Dhe kështu është bërë. Po pash votën e Spiropalit, ishte abstenim. Nuk e mbajti dot atë xhelozinë. Ti nuk na beson edhe në tru podcast kur themi që Spiropali ishte koka e turkut e marrëveshjes Belinda Rama. Dhe ja ku reflektua tani. Po jo, pse thua që nuk ju besoj? Ne e kemi folur edhe bashkë. Është aq burrece, është aq lëtyr, është aq e pa karakter, sa nuk ka guximin t'i dalin njerëzve të thoj po vlla, unë jam kundër mosheqjes pezullimit. Apo mosheqjes mandatit, unë jam pro heqjes mandatit. Nuk e ka të guxim, sepse më i miri lëtyrave, lëtyrë ngelet pra vlla, është mrena familjes lëtyrave. Ta janë lumë vlla. Qa ke parti ato 82 vota aty, janë lumë i Shqipërisë, është kancer i Shqipërisë. Nga i pari tek i fundit. Pse pash ishin treja sa ishin, sa i bie vota abstenim nga opozita. Po se s'do kemë vajtur fare?
Ka nga ata që Po shkojnë mos vajta e fare marrin është rrogën kotës. mungesë. Jo abstenim. Po, Ato abstenim. ishin ato ishin Abstenime quajnë ata. mungesa tjetër gjë, abstenimi është tjetër aty. Këto ishin të abstenuara, pra ke qenë prezent, po ke abstenuar. Ka ngatruar kartonin. Jo, nuk e di tash Mrav të pika. pyes. Po qa preti nga këta, valla? Po qa pret nga këta ti? Është merë, nuk e di pse ka rënë niveli i humorit në Shqipëri. Sepse e ka zëvendësuar parlamenti o Tedi. E ka zëvendësuar parlamenti o vlla. Qikosh të flasi Zengjineja, është nuk e di domethënë në shfundi i botës. Flasi Zengjineja në parlament, është e tmerrshme vlla. Kjo është e tmerrshme. Që të thoj një kryeministër, grupi parlamentari i Partisë Socialiste është më lart se sa pushteti gjyqësor, kjo është të vendosësh kujen. Literalisht të vendosësh kujen, miku jem. E kupton ku jemi neve? Si po e justifikojnë? Cila është propaganda që bëjnë në këtë rast? Cili është justifikimi politik? E do vërtet ashtu si shton këta socialistët? Po, si thonë për këtë të fundit? Jam kurios. Spakun e ka kapur Berisha. Ky është argumenti që dalin nga zarët e neokomunistave. Spakun tani më e ka kapur Berisha. Ky Berisha, ky i tmerrshëm i kapi të gjitha. Ky i ka kapur, edhe Ajatollahun, ky e ka kapur. Të gjitha institucionet Berisha e ka kapur. Edhe pse Berisha ka ta 13 vjet në opozitë, po i ka kapur gjithë institucionet. Thjesht nuk do vet ai, nuk do vet bëhet kryeministër. Edhe vjetën e zgjedhjeve Berisha ja ka mbushur kutitë e Tiranës për ta dekonspiruar. Patjetër. Ajo dihet. A kupton? Janë se di Tedi, është të merr, po mua më ka dhëmbur shumë kjo pjesa sot e komisionit e rezolutës kundër Iranit. Dhe më thënë të bësh rezolut për Iranin dhe mos ta bësh rezolutën për Kosovën, për genocidin e Kosovës, nuk e di do më thënë. Po nuk e besojmë se e ka në dorë të Iranit, prandaj se ne nuk kemi bërë rezolut për genocidin e Kosovës. Ne në geopolitikën tonë aty në rajon ne kemi akoma ligjin e luftës nga grekët. Pra ne jemi cop, ne kemi 100 halle. Vlla, e ke gabim, të betohem e ke gabim, te kjo pjesa e ke shumë gabim te rezoluta e Kosovës. Te ke Iranit jam me ty, mund të jetë ky e shetësit vetën, po mund të ketë ardhur një thirrje që do ta bësh në parlament atë, se s'bën, a kupton? Edhe si ka ardhur fare nga amerikanët, po rrezik i ka ardhur në një nga këta klyshët e Europës. Apo zionistët, nga Bibi vet, nga Izraelitët. Indirekte nga amerikanët po kanë ardhur klyshët e Europës. Jo, nga Izraelitët vlla, Europën e ka kapur Izraeli. Po, ajo është tjetër gjë. Europën e ka kapur Izraeli. Miq të dashur, bëni like, bëni edhe share, se i keni falas. Falas vlla. Po rini që po rini, shtypni në like edhe në share. Mos t'ja kujtojmë, apo pa kujtuar nuk bëhet asnjë lloj gjoje. Ideja është këtu i dashur. Ti si vendi mëm dhe përfaqësuesi gjithë shqiptarëve kudo që janë nëpër botë, teorikisht pakën, e ke detyrë, e ke obligim që një vend i armiqësor si Serbia të shkosh dhe t'i krijosh rezolut në parlament, sepse Serbia, sado që të thotë ne nuk kemi raporte të këqija me Kosovën, me Shqipërinë, bën çmos kundër faktorit shqiptar apo jo? E vërtet. Atëherë neve pse nuk duhet përballemi me të njëjtën mënyrë? Sepse ne kemi një servil në krye, se pra, kaq. Është bërë porti Durrësit, si porti i Serbisë, shoku. Literalisht porti i Durrësit është porti i Serbisë. Mallrat serb e bla bla bla, e bla bla bla, e bla bla bla. Edhe projekti për Sazanin u bën në kuadër të Serbisë. Kazinoja do ishte në Serbi,
këta do uleshin, do flinin Sazan. Po si është komentuar kjo për shembull? Reagimi i qeverisë sonë, sepse sigurisht ti e thënë në fillim, krijohet ky konflikti që Rama të rrinë në pushtet dhe të mbajë mandatet, krijohet shpërqendrimi nga krau tjetër, sulmet e hakerat iranianë ndaj parlamentit, pastaj nesër ndaj aeroportit, pas nesër ndaj policisë, pa gjithë gjëra që reklamohen, mbahen, analizohen shumë aty dhe vetëm hikën vëmendja nga çfarë ndodh në Shqipëri. Tani, si është komentuar kjo në Shqipëri? Pra, apo funksionon ky shpërqendrim i qeverisë? A ka më besim njeri domethënë të këlloj shpërqendrimesh? A punojnë më këto? Ore, këtu është vegetacion o Tedi. Këtu nuk e duan as të vetët e vlla. Thjesht ky i ka friksuar. Doli te lapsi.al, një fjalim që prezumohet jetë bërë brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kërcënime mafioze o zotri. Edi Rama që thoshte PS-ja jam unë, vendos unë dhe po se ngritët kartonin për Belinda Ballukun të kuq, do ju fundos. Kaq. Tipike mafioze. Ajo nuk është më parti, o vlla, ajo është ushtri. Ushtri me zombi. Njerëz pa tru, të friksuar, të tredhur, që s'kam pik burrnie. As integriteti, se do të kesh integritet e marrë dhe mira, si ka mundësi, ne jemi dy veta këtu dhe debatojmë, vlla. Sepse jo çdo mendimi imi është i njëjtë me tëndin dhe anasjellta, sa kupton? Ndërsa ata si janë... një grup parlamentar me 83 veta mos ketë njëri mendim kundër. Ore mos flasi njëri, ti thoj, o vlla, dale çik, çfarë po bën ti, o shoku, zogu. Jemi këtu, jo atje. Po si duam ne vlla, është i mirë apo i keq Sali Berisha? Sali Berisha ka debat me rena vlla. Sado që edhe aty ka Gjak Pirsa që du me vra çdo gjë, a kupton? Çdo zot lire, çdo mendime të gjitha prap ka aty zjen. Të PS-ja fare. Si është se shoh paralelizëm me diktaturat e tjera, rastin e Maduros në Venezuela, shoh dhe shumë të tjera kur ndodhi ndërhyrja amerikane, shoh gjithmonë është komponenti i ushtrisë kundër dhe regjimeve që gjithmonë regjimi mundohet ta ketë mirë me ushtrinë. Tani rasti i Shqipërisë, sepse nëse një general do dilte kundër qeverisë, mund sillte goxha probleme. Si kemi ne këta? Kush ka general do dali këtu valla? Jo, unë po pyes. General do dali këtu. Po pyes si një komponent për sulmin e shtetit e qeverisë. O Tedi, nuk ka këtu, nuk ka general. Generalet e mirë ta e kanë nxjerrë në pension vlla. I kanë nxjerrë pension para koshëm. Një kolonel super të mirë që kemi, që ka punuar në NATO e më thet tash në Irak, Dritan Demiraj, na e ka marrë Amerika, se normale, si që bën Amerika gjithmonë që blen trurin. Amerika nuk e mori, në fakt e largua në... E hoqi Shqipëria, po. E hoqi Shqipëria, sepse e ka shpjeguar mirë ai këtu, e kam pas në emision për Venezuelën edhe e ka sqaruar më së miri. Domethënë, e kupton shpendit është e përzuri. E përzon, u përzu sepse Dritan Demiraj nuk është lolo vlla, nuk je firmën kot e mkot, edhe nuk të jep tender aty se do me pasuru në 3-4 debila që i ke premtuar në fushat, që të kanë vjet voda për ty, a kupton? Ose kanë vrarë njerëz për ty. Ndodh me Dritanin a. As me Shpendin, as me Tedin. Pra ne jemi këtu ku jemi. Ti janë de, unë këtu duke luftuar, Dritani janë de, djem tjerë këtu duke luftu për vete, sepse nuk pranojnë vlla të bëj burg për ty.
Dhe logjika ime se doja dilja këtu, tani këta generalë që janë vendosur, a mund ta quaj domethënë pa kjo është edhe në dëm të sigurisë tonë kombëtare. Të mbash general që heshtin, që ati nuk mban generalet më të aftë, mban generalet më të vlefshëm për interesat e tua personal, që është kosto për sigurinë kombëtare të vendit. Pa. Pra, ne shesim ajo qeveri shet gjithçka, se ç'është sigurinë kombëtare, pra kemi diktator në histori që janë sjell me popullin e tyre keq, po në geopolitik kanë luftuar për interesat e vendit tyre. Pa nuk e kanë ndjekur vendin, paktën me armikun kanë luftuar. E kanë vrarë vetë popullin e tyre, po thot popullin tim e vras unë, thot, jo të ma vrasësh ti. Nërsa këta e japin edhe te këtuaj, domethënë. Se kur ti vën generalet që të vlenë ty për interesat e tua personale, që ai generali nesër se ke frikti se mund të bëni gru shteti, ke frikti se mund dali kundër, ke frikë se çfarë lloj frike që mund t'i shkojnë në mendje këtyre personave sigurisht, sidomos në pikën që janë, që paranojat janë trefish më të larta, por sa më të larta janë paranojat për ata, aq më keq për ne, sepse ata aq më egër do të reagojnë. Ne japim sigurinë tonë kombëtare të vendit. Ku janë këta patriotët që duhet të dalin kundër kësaj? Se pos që kjo patriotizëm, mos di çfarë duhet të bëjmë, çfarë mund quhet patriotizëm. Kur të vi armiku, iku. Është vrarë patriotizmi, jo, o Tede. Shikoja. Unë mendoj se një gabim shumë të madh që është bërë sistemit me rinin dhe me brezin tim, po dhe me brezin tënd, është mos pasja e ushtrisë. Pra unë mendoj, dhe në qoftë se ndonjëherë do më sillte Zoti fuqia e njerëzit në pushtet, pas përfundimit shkollës mesme, një vit është i detyruar që ti të mbarosh ushtrinë vlla, pastaj të futesh në shkollë të lartë. Po them për çdo djalë edhe çdo vajzë të Republikës Shqipërisë nga generalet më të mirë që ka pasur Shqipëria, jo as amerikan, as anglez, as francez, shqiptar vlla. Të mësosh një vit dhe aty ke mundësinë të bësh ushtar me kohë plot, rezervist për 3 vjet pastaj, që të marrësh rrogë gjatë studimeve në vitin e dytë dhe vitin e tretë. Sepse pa një ushtri të fuqishme dhe pa disiplinë, ti nuk e koncepton dot vendin vlla. Ushtarët tan janë stërvitur jashtë. Ka marrë filozofi franceze, angleze, amerikane. Ata janë stërvitur për ato vende vlla, nuk janë stërvitur për Shqipërinë. Absolutisht, është e personalizuar. Patjetër. Kush do ta mbrojë vendin këtu? Ata që na dëgjojnë duhet të kuptojnë edhe një benefit tjetër. Jo, vazhdohet. Themi neve jo po ti pajisësh shqiptarët me armë, ndodh nami. Jo vlla. Ti ke Teksasin, unë kam Lodovik Tetaj që e përshëndes Bacën, që ka 37 vjetë, që në 88-ën, 89-ën në Amerikë, është arratisur komunistave, ka restorante atje pa funa, 4-5 restorante, bën jetë të mrekullueshme me familjen e tij, edhe më ka thënë Bac, këtu nuk ka, është vendi me vrasjet më të ulta në Amerikë, Teksasi, që janë gjithë armatosur. Është ajo... S'ndodh vrasja, se po ta di unë që ke armë ti dhe ti ta di që unë kam armë, dhe të dy e përdorim armën, është humbje fitore si Epiros. S'do lëm jetën aty, a kupton? Është si logjika e kanunit që po vrave do paguhet me gjak edhe shumë veta bëheshin burra të mirë. Bravo. Kjo është vlla, ne nuk kemi ushtri detyruar, ja, largo zot, jemi neve patriot, na pushton Serbia. Do dalim front. Unë dhe ti jemi direkt vraro vlla. S'dim as thellësi strategjike, s'dim as me ecë me pajime, s'dim me pastru armën, s'dim me godit me armë. Se kur kemi shku për qitje, në distancë 6 metra, e kemi pas deltën e gabimit 1 metër, shoku. Flas nga eksperienca. Ndërkohë që Serbia i ka të gjithë servitur. Që këtu fillona, ne s'dim kush do na mbrojë.
Jo, duhet edhe po të na mbrojnë dhe po mos na mbrojnë, nuk ka rëndësi, sepse duhet rezistenca e brendshme që të jetë bazë që të funksionojë vendi në një luftë. Pra nuk ka lidhje nga partnerët. Partnerët janë një gjë. Partnerët është e jashtme, pra ka të jashtme dhe të brendshme. Dhe në aspektin e brendshëm ne jemi zero. Po miku im, këtu flasin koto vlla se këtu thon neni 5 i rezolutës të NATO-s. Po mër po neni 5, po ke dhe nenin 4 që thot 2 javë ti do mbahesh me fuqitë tua derisa të vinë forcat aleate. Duhet mbash 2 javë luft vetëm. Kush do mbaj luft këtu? Edi Rama? Taulant Balla? Apo Zengjineja? Edi Rama në kohë paqe, në kohë paqe Edi Rama vlla heca me eskort, ka 20 veta bodyguard. Ai shtrim është. Në kohë paqe, sepse ai nuk e di ku i ka armiqt. Ai si skarit e mbreti Luan është e rrethuar nga hiena që i poshtron, i kafshon të veshi se ka pushtetin. Në momentin që ka për t'i humbur pushteti, sepse unë mendoj që ai është në fillimin e fundit vet, me këto goditje diplomatike që ka bërë ai, me këto deklaratat, duke i thënë Spakut unë ta vendos kufirin te Gardi, i ka folur ambasadës amerikane, duke i thënë shikoj se jam unë mbi juve këtu. Na bën si sovranist ky. Tani. Sovranist i madh kur i vjen veza aty ku të vjen, a kupton? Ora, ai frekacak është, po nuk e kam të ai, unë e kam që pra ka megjithatë ka një farë aleancë, unë ankohem për aspektin e brendshëm. Pse? Sepse nuk ka sulme terroriste që duan të prekin Shqipërinë. Ka. Po nuk po i shohim. Jo. E ke shumë gabim. Çdo vend ka. S'kan interes. Po sepse nuk e dim ne. S'kan interes. Po sepse nuk e dim ne. S'kan interes për Po s'kan interes për ka grupe Çfarë çfarë interesi ka, po mund të ishin grupe të nxitura nga Rusia, nga çdo gjë për të destabilizuar rajonin. Po ka 1 milion mënyra pse mund të përdoret Shqipëria mbase edhe pa qëllimin e Shqipërisë fare. Po Serbia po e marr direkt klyshin. Nuk po shkoj deri aq. Rusia po të dojt na destabilizoj neve e vret me sniper në Surela të ti. Me sniper në Surel e vret. Rusia ja blen gruan, ja bën agjente. Të gjitha vendet duan të destabilizojnë, se nuk është halli se po na destabilizojnë ne, po destabilizojnë një rajon, po destabilizojnë një rajon ku ka influencë amerikane. O zotri, ku e ke stabilitetin në rajone se më çmene? Ku e shikon stabilitetin ti? Po nuk po them sa stabilitet ka po rajoni. Mund të bëhet më keq. Nuk ka rëndësi sa ka tjetër gjë. Unë dua të them që Shqipëria ka disa aleanca të jashtme, pa nuk është se s'bën ai 2 javë, është deri në 2 javë, po nuk do të thonë që nuk do ndërhyjnë më herët. Është që mund të ndërhyjnë deri në 2 javë, mund të vendojnë deri në 2 javë. Po jo ne do rrim 2 javë me se s'bën pa ndërhyrë. Sepse rasti i Serbisë, po na goditi Irani është tjetër lojë. Po erdhi Serbia është ndryshe, sepse është lufta në rajon. Ke Kroaci, ke Itali, pra ke disa vende. Po ndër Greqia ke një Turqi nga pas. Greqia nuk hyn dot sepse është vend antar i NATO-s. Po nuk do hyn dot kundër nesh, për asgjë. Po s'ndërhyn dot vëlla se është vend antar i NATO-s, prish NATO-n pastaj. Po ajo mund të vonoj hyrjen e NATO-s. Po dhe ke edhe një Turqi e cila do bëj të kundërtën. Pra s'është ai që Turqia nuk mbron vende Turqia nuk mbron vende të cilat janë zioniste. Turqia nuk ka lidhje se si jemi ne. Turqia mban agresionin grek, mban tërbimin grek për të kapur influenca. Turqia e bën për Greqinë, jo për ne. Nuk e besojmë se Turqia do bën edhe që për ne. Po e bën për zbutur Greqinë. Tani flasim për rajonin, që nuk është aq e thjeshtë. Ti e kupton, kjo idiotliku nuk është interes amerikan, rezoluta kundër Iranit. Është interes izraelit. Është interes zionist. Edhe pse është interesit e Rama, interesi i Ramës është që të krijojë false flag.
Na, shiko qa lajmërimi ka bë Taulant Balla, po ta lexoj live. Kapet çik Taulantin. Taulantin e nënës. Toyota Yaris. Droga me Toyota Yaris. A kupton? Emri ti aty, ky kryetar e të mërshme. Ja, një sekond, vlla, të lutem. Patjetër. Taulant Balla, i cili udhëhoqi fushatën në Mërgat për Partinë Socialiste. 9 orë më para, faqja zyrtare e Taos. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kam depozituar sot një projekt rezolut të Kuvendit të Shqipërisë për shpalljen e Republikës Islamike të Iranit si shtet sponsor i terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste. Ndërkohë në Iran janë vrarë 168 vajza në shkollë. T'ja thuash ti idiotit, kokcepit, a kupton? Ti debilit funksional, i duhet thënë që o idiot, janë vrarë 168 vajza dhe 20.000 fëmijë në Gaza, që na tregon sulme terroriste ti dhe mjete terroriste. Debil. Si dhe të shpallet me njëherë Garda Revolucionare Islamike si organizat terroriste. Përmes kësaj rezolute, ne i bëjmë thirrje vendeve demokratike, organizatave ndërkombëtare dhe partnerëve të Shqipërisë që të shqyrtojnë masa të koordinuara kundër terrorizmit të sponsorizuara nga shtetet dhe të forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër këtyre kërcënimeve. Duke shprezuar që propozimi im për të rezolutë të marrë mbështetjen e gjithë anëtarëve të Kuvendit të Shqipërisë, kemi kërkuar që me njëherë pas miratimit ajo të përcillet qeverisë tonë, qeverive aleate, organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtar përkatës. Me pak fjalë vlla, ky po i thot Iranit, hajde na sulmo. Nuk është nga brenda ajo. Nuk e kam të vështirë të besoj që ajo ka ardhur nga. Si ka reaguar opozita? Do ta shohim nesër. Kur të Ka vjen si rëndësi Çeço. Aty kemi për të kuptuar edhe çfarë është opozita. Jo, pse nëse opozita bindet Aty nuk kemi është nga për ta brenda. kuptuar. Është diçka nga Po jashtë. s'po duhet mua neve për kë luftojmë o vlla. Kryetari i shtetit zotëri, ka detyrë imediate të garantoj mirëqenie dhe jetën e çdo shtetasit brenda territorit të Shqipërisë. Nuk luftohet për hatër talatëve këtu, zotëri. Si që ka kjo shumë? Po që diçka nga Amerika ka dhe garanci mbrojtje. Po që nga dikush tjetër, nuk e di pastaj. Nga i dikush tjetër. Unë nuk e di vlla, nuk e di që Amerika të thoj ty bëj një rezolut, sepse Amerika do të kishte thonë bëj rezolutën për Kosovën, krijimin e vet në Ballkan. Apo ja. Po, është në Kështu interes që për saj. mua kjo është një kërkesë totalisht e Bibi Netanyahu dhe klyshave të vet. Kjo deklarat. Se s'ka se si tjetë ndryshe. S'ka se si tjetë ndryshe, vlla. Dhe është e turpshme. Si mund t'ja tregosh ti parlamentit, qytetarëve tu, rezolut për Iranin kur ti s'ke bërë rezolut kundër genocidit serb. Po thua që edhe herën e parë ka qenë e nxitur nga një lob izraelit ultimatumi i presidencës për Iranin, kundrejt Iranit, i presidencës së Shqipërisë kundrejt Iranit. Absolutisht po. Shkëmbimi i parë. Absolutisht po. Absolutisht po. Sepse ky e mban atë qiririn me 3 knej te Andre, si quhet Hanuka. Ky e mban zyrë o vlla. Ky nuk mban Skënderbeun zyrë, ky mban Hanukën. Ure ç'lidhje kemi neve me izraelitët o vlla. Izraelitët nuk janë autoktonas aty ku kanë kriju shtetin. Ç'lidhje kemi neve me zionizmin, ma thuaj ti mua. Ne kemi jetuar me 22 kulturave, i dashur. Katolicizmit që është super fe e pastër, nëse e heq to pisliqet e papatit, dhe islamit që është super fe e pastër, nëse e heq to mbetjet fundamentaliste që e kanë prishur. Siç është prishur kristianizmi në Europë, është prishur edhe islami në lindje, për arsye politike. Po mirë apo keq, bota jon vlla, është
koegzistuar, ka bashkë ekzistuar midis islamit edhe katolicizmit. Ç'lidhje ka hebreu te neve? Këtë ma shpjegon doti mua. Jo. Për çfarë duhet shtet vlla Izraeli? Për çfarë është shtet vlla Izraeli? Shtet vlla ne kemi Austrinë. Ka ndikuar në pavarësinë tonë. Po. Shtet vlla ne kemi Amerikën, që ka ndikuar në pavarësinë e Dardanisë tonë. Ne s'kemi shtete tjera vlezër vlla, 2 shtete kemi. Austro-Hungarinë, Austrinë dhe Amerikën. Anglia na ka vjedhur 54 milion paleta ari në incidentin e Korfuzit. Franca na bëri peshqesh Miladin Popovicin edhe Dušan Mugoshën. Na ka sulmu të rjetën në shproserve. Po, Ali Bravo, Ali Kamenein në 79-ën vajti me Air France atje. Apo ja? Yes. Franca bëri peshqesh edhe revolucionin bolshevik. Lenini ka jetu në Paris, vlla. 1915-1917 ka qenë Paris, i financuar nga mikroborgjezia franceze, hebrea. Kush është të vllatë neve? Për ç'a kanë këta izraelitët? Bibi Netanyahu, ç'a u detyrohemi këtyre ne? Ta na detyrohen neve, më se i kemi shpëtuar nga nazistët. Edhe vetmja gjë që u kërkojmë është leave us alone, a kupton? Na lë rahat vëlla, mos u fut fare këtu. Ç'a do ti këtu? Po, mos e përfshi Shqipërinë në luftën tënde, bëj luftrat e tua ti. Ç'pun ke me neve? Ne se kemi shtet armik Iranin, o zotri. Se kemi pasur kur Iranin, se as neve s'ta ka rënë mend për Iranin, as Iranit për neve. Pse nuk i mori Italia mujahedinët e Manzës? Pse si mori Gjermania mujahedinët e Manzës? E kanë refuzuar të dyja, edhe Franca po ashtu. Të kanë vende më të mëdha se ne. Vendet e vogla do sillen në mënyrë servile. Jo, ata kanë mundësi. Jo pra vlla, jo, ata ndjenë rrezik. Rrezik sulmin qofse ti strehoje opozitën e një regjimi diktatorial edhe ignorantër siç është Ali Khamenei. Që është po aq kriminal sa Bibi Netanyahu, fakti që unë merrem me Izraelin, nuk është se amnistoi Ali Khamenei apo Ayatollat. Për mua Ali Khamenei, Ayatollahu, është krijimi i Izraelit, vlla. Dolën në dosjet Epstein, që ISIS dhe Al-Qaeda ishin krijimet të CIA-s edhe të Mossadit, apo ja? Se po hapen fajlet atje. Dakor. Po them pra se patjetër që Khamenei ka bërë aty krime të papara, domethënë brenda vendit vet, gjëra që janë të tmerrshme kur i lexon, domethënë. Edhe para sa i vrisin njerëzit, donin që domethënë është poshtrimi deri në fund, është djallëzia deri në fund, është urrëtie deri në fund e shumë liderëve botror ndaj qenies njerëzore, domethënë. Kjo është fatkeqësia më e madhe e sotme, që po shohim urrëtie drejt njerëzve, drejt qenies njerëzore, ose zhvlerësim. Edhe zero reagim nga krau tjetër, se janë paralele bashkë. Nuk ekziston dot kjo lloj urrëtie ose nuk praktikohet dot kjo lloj urrëtie nëse do kishte reagim. Po se s'ka reagim, praktikohet urrëtia. Patjetër. Pra është faji i popullit i cili nuk reagon funditës. Nuk është faji të keqes që ekziston, është faji i të mirëve që nuk dalin për të mbrojtur veten e tyre. Tani pse po ishim ta çoj drejt fundit me këtë, po e mpi pak, po e neutralizoj pak. Ky Khamenei jon, ky Maduroja jon, ky si ta quajmë? Ramatollahu. Ramatollahu. Dolën disa. Ramatollah.
I shkon fakt. Me tiparet, i shkon. Me këtë ç'do bëhet? Ky ka për të vrarë veten o vlla. Po nuk do ta vrasi në mënyrë fisnike të bazuar në kulturën japoneze me harakiri. Se duhet të kesh nder që të bësh harakiri, a kupton, nuk e bënin dot gjithë harakirin. Harakiri u jepe luftarëve më të mëdhenj që mundeshin. Për nder. As pe fotoksin. Po ky do shtoj dozën. Do pija i shumë sa do t'i pushoj zemra. Se është frikacak vlla. Do me thënë, nuk i bëj njerëgje. Nuk kam parë më frikacak se kë. Kush do t'i bëj më vlla? Është vetëm kur të hiq ai veten e vet. Ti lëmë, ti ulim armët. Me kismet zotit, nesër do veten në rjoll. Po. Te protesta, në mbrojtje të vlezërve dhe motrave tona atje që po marrin tokën. Se unë kam provuar vetë se çfarë do të thotë prishi pronat shteti kështu me një VKM, se do me ja dhon lejen dikujt tjetër. Faraoni jon që ta bën kështu. Ke pasur ato hieroglifet e faraonëve, ashtu është edhe ky Ramatollahu. Do të tregoj vllai ty nesër, se do t'i filmoj të gjitha. Do t'i tregoj me video se si policia ruan oligarkët dhe na sulmon neve. A kupton ç'a ndodh këtu? Këta kanë policinë dhe ushtrim për vete. Ligjet i kanë vetëm për veten e tyre. Me çfarë ta luftosh? Vetëm me marr armën. Po dhe armët si marrim dot se s'dim t'i përdorim. A kupton, vrasim njëri tjetrin pa dashje. Se është agent kjo e gjitha vlla. Shkatrimi i arsimit, shkatrimi i ushtrisë, shkatrimi i prodhimit, shkatrimi 800 ton pul të helmuar. Hanin shqiptarët, janë bot gjithë, është bot kanceri si gripi, o zotri. Sepse ata bastardët e AKU-s tu duhet bërë një gjyq Nurembergu. Është genocid. Është genocid vlla. Bravo. Ky është genocidi. Ky duhet dënohet për genocid kundër një popullsie. Ky e ka degeneruar vlla. Ti nuk e ke den të betohet shpende. Unë s'e kam tipin që ankohem. Po kur shikoj te lokali lagjes, te dyqani lagjes, listë e zezë në 2026-ën. Marrin makarona, oriz, vaj me listë shqiptare në 2026 në Tedi. Punojnë të gjithë më si kafsh. Punojnë të gjithë o vlla, nuk ja dalin dot me hëngër buk. Gjendesh ti me një teke bar të fusin 5 vjet në burg. Vje dhe Erion Veliaj prezumohet i pafajshëm, a kuptondi? Qa bëhet vjedh 5D-ja 100 milion euro me tek klikim. Ke pratysh nga kompjuteri im te kompjuteri jot. Kalojnë legët. Del Debora Keqe, një nga drejtoreshat, bën tur në përbot. Tregon edhe veten e vet se si kënaqet me lekët e shqiptarëve. Po hama e marrë të mira, nuk është genocid ky. Genocid është se popullata po largohet. Kaq e detyruar. Ky është misioni këtyre, të na largojnë gjithëve vlla. Ky është misioni, që t'i vendosin pikat mbi i. Ky është misioni e Edi Ramës edhe klasës vet, nomenklaturës vet sataniste politike. Na largoj të gjithëve vlla. Me marr pronat, me udhën oligarkëve, me kriju koloni izraelite këtu, e bla bla bla, e gjitha tjera dihen pastaj. Me fut sklever dhe pronar. Skleverit vinë nga Bangladeshi, nga India, pronarët do jenë izraelitët, edhe këta që do jenë gojimët e izraelitëve. Ka që thjesht është vlla. O, se atë nuk e dim po të bëhet çfarë dojmë, po u larguam ne, është po na vrave ne, domethënë pik. Po kjo është vlla. Pik. Pastaj le të bëhet edhe ai Bangladesha si mbret.
Nuk ka problem, pak rëndësi ka pasaj. Po ikën shqiptarët. Edhe kanë ikur vëlla. Kanë ikur shumë. Edhe kanë ikur. Edhe po ikin. Edhe kanë ikur dhe po ikin dhe do ikin akoma më masivisht nëse ky ja del të antarësoj, t'ja dalë me këtë antarësimin artificial të Shqipërisë në BE. Po morën ato pasaportat e Bashkimit Evropian. Aty jemi totalisht Nuk ka shanse vëlla. Nuk ka shanse. Nuk ka shanse të futemi në Europë. Shpresoj mos futemi. Mos futemi dot në Europë. Paktën në këtë lloj mënyrash. Nuk futemi dot në Europë. Nuk futemi dot në Europë vëlla. Lobimi dhe antarësimi artificial është ajo që unë i trembem. Asaj trembemi të gjithë o të dy. Asaj trembemi të gjithë mik. Sepse këtu ne shohim që mban erë. A kupton? Mban nerv vëlla, mban shumë pisliqe. Domethënë nuk shteti jon po punon kundër interesit tonë vëlla. Domethënë në thelb qeveria jon është armikja jon. Ne para se të kemi Izraelin, para se të kemi Serbinë, Greqinë, gjithë kemi Ramën me gjithë enturazhin e tij politik dhe opozitën bashkë me këta, kupton? Po në mënyrë absolute, mos e Serbia është në vendin e saj për interesat e saj, nuk është faji i Serbisë, nuk i bëjmë ne interesat tonë. Serbia vazhdon agendën e saj, nuk ka asgjë wow. Wow është kur ne nuk duam veten. Ne s'po mbajmë balancën. Mërshme më. Atëherë ke një mesazh mbyllës? Po mesazhi mbyllës është ndërgjegjësohuni që po na përdorin si kavje, po na përdorin si qymyr për krematoriumin e tyre. Kjo është fjala ime e fundit për sot. Ndërgjegjësohuni dhe revoltohuni dhe mos ju bini më këtyre, bojkot total, sepse në Izrael po vritën pafajshëm, në Iran po vritën pafajshëm, dhe në të gjithë botën do vritën pafajshëm, që elitat, të cilat janë frikacaka dhe që në kohë lufte jetojnë në bunker, të mbizotrojnë pasi të mbyllin luftën që kanë financuar vetë. Kjo është fjala ime. Unë them që është një paralelizëm i asaj që ndodhi në Gaza, e njëjta gjë edhe me Iranin. Kemi dy palë, pra po e marr fiks rastin e Gazës, ku kemi njerëz të pisët nga të dyja krahët, të cilët godasin në dëm të një populli që qëndron në mes dhe vetëm ul kokën dhe goditet. Kjo është. Dhe në mënyrë që këto të rrëzohen, nuk mund të përkrahet dot njëra palë si pala e ndershme, nuk ka palë të ndershme. Se s'ka por palë të populli ndershme. duhet marrë vendin e vet në kontrollin e tij. Dhe në rastin tonë do të marrim Shqipërinë nga Rama në kontrollin tonë, në kontrollin e shqiptarëve. Ky është hapi i parë që pastaj mund të kesh sado pak pavarësi. Si një vend i vogël që jemi, padyshim. Po të paktën të fillojmë të duam veten. Që të ankohesh për të tjerë, duhet duash njëherë veten. Dhe kjo është sfida, patjetër. Lufta me veten. Ne nuk e dim se ç'është dashuria o Tedi. Edhe dashurinë e kemi egoiste. E kemi vetëm në favorin ton. Pa e ditur që dashuria është koncepti i lirisë. Ti s'mund të duash dikën në botë, po nuk dite me desh veten. Edhe 99.9% e shqiptarëve që unë njoh nuk e duan veten vëlla. Se të duash veten është ta respektosh. Po. Edhe por aq kosa nuk gjen respekt, atëherë nuk ka as dashuri, është obsesion, ose delir, ose narcizëm, ose çdo lloj izmi tjetër, po vetëm dashuri nuk është. Kështu pra. Fola bukur, u prega. Fole bukur. Ishte shumë romantike kjo. Po, romantike, po jemi në kohëra të këqija vëlla, jemi në kohëra të këqija ylberistësh. Kështu që mire që s'duhet me u bë kaq romantik, se fillojnë pastaj na fusin dhe neve pjesë të komunitetit tyre. Miq, i kisha harruar edhe krahun ylberist. Se doli pak nga vëmendja. Do të dërgoj një video tani sa ta mbyllim se si për 14 mars, që është dita e verës, rruga te Emin Duraku në blok është bërë vetëm me flamuj me ngjyra.
për komunitetin. Se që kur paganizmi pas ka lidhe me LGBTQI-un, këtë e di vetëm ata që e kanë vendosur, a kupton? Po nejse. Të dërgoj sa ta mbyllim. Mbika keq. Miq, ky ishte Tru Podcast dhe ACTV në bashkëpunimin e tyre për sotëm, episodi i sotëm. Presim nga juve reagime në të dyja kanalet në për komente dhe të jepni verdiktin tuaj për çdo temë të mundshme që neve e prekëm dhe e cytëm pak. Duke i uruar natën e mirë, uroj edhe ndërgjegjësimin dhe të kuptojmë që jemi të detyruar të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, sepse ndryshe do na përzën të gjithëve. Natën Bëni share dhe like dhe subscribe.